Ky është Blackview Mega 8. Ky është një tablet ekonomik me ekran 13 inch. Në pjesën e mbrapsme tableti ka kamerën kryesore 50 megapiksel dhe sensorin e depthit 2 megapiksel, ndërsa këtu poshtë është blici. Këtu ishte coveri që kishte brenda në kuti. Le ta heqim që t'ju tregoj edhe ngjyrën. Tableti ka një çmim rreth 250 euro në varësi të konfigurimit që ju zgjidhni. Versioni bazë është me 256 GB hapësirë, është versioni që po shikoni këtu në video, ndërsa versioni tjetër është me 512 GB hapësirë. Nëse përket konfigurimit kemi 12 GB RAM dhe 24 GB RAM plus. Bateria e këtij tableti është 11000 mAh dhe ky model ka një karikim me fije 18W. Tableti e ka nisur jetën e tij në Android 15 dhe për momentin jemi në docOS 4.1. Ky tablet ka një ekran IPS LCD 13 inch i cili ka një rezolucion 1080p dhe një refresh rate prej 90 Hz. Është perfekt për të konsumuar media, pra për të pa filma ose video. Dhe me që jemi të testojmë pak edhe boxin. Më bëri përshtypje fakti që kishte shumë volum, por tani po e vë re që ka 2 bokse këtu pjesën e sipërme, 2 bokse këtu poshtë në pjesën ku është porta karikimit. Dhe për të theksuar fakti që tableti punon dhe me numër, pra me 4G, mund përdorni 2 numra njëkohësisht ose një numër dhe një kartë memorie. Kartë memoria suportohet deri në hapësirën 2 TB. Dhe përfundimi është që ky është një tablet tepër interesant. Mund të them që e rekomandoj për faktin e thjeshtë sepse ka një ekran IPS LCD dhe një bateri 11000 mAh. Realisht është një tablet që do ketë një jetë goxha të mirë baterie dhe shto këtu faktin që ka 256 GB ose 512 GB hapësirë. Mund vendosni edhe kartë memorie deri në 2 TB, që do të thotë nëse këtë tablet e bleni për të pa filma gjatë udhëtimeve, do të jetë perfekt. Nëse po kërkoni ta blini, sigurohuni që të vizitoni linkun profil. Do mundohem gjetë çmimin më të mirë të mundshëm për këtë tablet. Faleminderit.